Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka firmosur këtë të mërkur disa ndryshime në strukturat drejtuese të disa komisariateve në mbarvendin. Këto ndryshime kanë përfshirë edhe komisariatin e Dibrës dhe atë të Bulqizës. Kështu kryekomisar Mariglen Duçi me detyrë shef komisariati në Komisariatin e Policisë së Malëzisë së Madhe në Drejtorinë Mendore të Policisë Shkodër, emërohet shef komisariati në Komisariatin e Policisë Dibër, ndërsa shefi i komisariatit të Dibrës, kryekomisar Altin Lila, është emëruar specialist për hetimin e krimeve ndaj personit në Drejtorinë për hetimin e krimeve të rënda në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Sa kaq, kryekomisar Elton Halili me detyrë shef komisariati në Komisariatin e Policisë Librazht transferohet shef komisariati në Bulqizë, po ashtu kryekomisar Edvin Peci, i cili mbante detyrën e shefit të komisariatit Bulqizë, është emëruar shef komisariati në Komisariatin e Policisë nr. 6 në Tiranë. Rreth 10 muaj më parë janë emëruar të gjithë drejtuesit e rinj të komisariateve në mbarvendin nga drejtuesi i Policisë së Shtetit Ilir Proda, ndërkohë që nuk janë bërë të ditura arsyet e këtyre lëvizjeve të fundit në disa nga komisariatet e vendit tonë.